Dhe mirë se keni ardhur në këtë konkurs poetik. Antari jurist, Bujar Xhaferi, poet, pjesëmarrës të respektuar, mirë se erdhët në konkursin poetik lushnjar. Fjala poetike, ndjenja, mendimi kryes bashkon përcjell emocion dhe frymëzim. Për më shumë, do të jap fjalën zotit Agim Vica, kryetari jurist. Intelektual, mësues, tash edhe një herë, të nderuar miq dhe kolegë, jam këtu sot në cilësinë e antarit të juris, që kishte për detyrë të vlerësonte pundimet e arritura në konkursin letrar anonim, të shpallur nga shoqata e shkrimtarëve dhe artistëve të Lushnjës, të cilën e kryeson zonja Emine Bariqi. Kur më erdhi ftesa, kur më bë oferta që të vija në Lushnjë dhe të bëhesha antar i juris, nuk hezitova shumë, edhe pse këto punë të qenit antar i jurie janë pak sikletshme dhe shumë të miratishme, për respektin ndaj krijuesve lushnjar, për respektin edhe ndaj të rinjve që vazhdojnë rrugën e krijimtarisë. Lushnja është qytet me histori dhe kulturë. Lushnja është qyteti i Kongresit Lushnjës vitit 1920, ku filloi konsolidimi i shtetit shqiptar pas 4 orës së luftave ballkanike dhe luftës së parë botërore, ku caktua kryeqyteti i Shqipërisë si shtet Tirana, nga viti 1920, ku formua një qeveri e cila arriti të vente rregull në Shqipërinë për ka natyra rebele, pa disiplinuar. Kam qenë në Lushnjë dikur në vitet 70, po kryesisht duke kaluar në rrugë për Fierë, Vlorë, Qirokastër, Sarandë. Atë botë unë si pedagog i ri Universitetit Prishtinës, bashkë me kolegë të mi, vinim për kërkime shkencore në bibliotekën kombëtare, në bibliotekën e Institutit të Gjuhësisë në arkiva, dhe në fund të qëndrimit tonë zakonisht bëhej një shëtitje të qyteti vogël në raport në Tiranën, në Prishtinën dhe të tjerë Shkupin. Lushnja ka dhënë të madhen Vaçezello, divën e muzikës së lehtë shqiptare, me atë zërin e saj të papërsëritshëm gjinor. Kam pasur rastin ta njoh Vaçezellën, e kam takuar, e kam vizituar në Basel të Zvicrës, ku i kaloi vitet e fundit të jetës, dhe ta njoh, të bisedoj me ta, dhe të bënim një ftesë për vizitë në Kosovë që një plejad poetësh, për në vetës kam këtu zotin Bujar Xhaferi, të sa ka Lushnja është edhe poeti Visar Viti, ish i burgos, të qarisht për librin e tim me poezi, herë një kafk të këmbët tuaja, ku ai poezi drithra edhe si që është pra dhe vendi artit, muzikës, poezisë, kulturës. Tani, që të japim 3 çmime. Çmimin e parë, çmimin e dytë dhe çmimin e tretë. Ime është se ka mund të jetë pak më e lartë, domethënë në art, në poezi, nuk duhet ngutur. Poezia është art shumë, kërkon shumë talent, kërkon edhe punë. Edhe
pyeti mbrëm Emineja. Isha nga elementet qënësore të poezisë dhe i thash për mu janë tri, është ndjenjes, e mendimit dhe shprehjes së bukur. Kër e kam pyetur në një rast me këtë dëkim se ky s'duhet për të bërë poet 99% punë, 1% talent apo si? Duke parë këtë lloj masiviteti dhe këtë lloj jurie të ftuarit, më lejoni të mbryhem në këmbë dhe t'ju përshëndes të gjithëve. E nderuara kryetare e Bashkisë zonja Riselda Sepa, shumë i nderuar kryetar i jurisë profesor doktor Agim Vica, të nderuar anëtar të jurisë Zoti Bujar Xhaferi dhe Agim Bajrami, i nderuar doktor i shkencave të letërsisë Fitim Velio, i nderuar Zoti përkthyes Gzim Baruti, të nderuar poet, të rinj të ftuar. Jam shumë e lumtur që ky manifestim na mblodhi në ardhin e ngrohtë letrar ku shpirti dhe zemra i falet vargjeve. Faktikisht, për të dalë përtej pjesës së zyrtarizimit, dua të bëj një falënderim shumë të veçantë për kryetaren e bashkisë, që gjithmonë sa herë kemi pas evente, ka qenë e pranishme dhe pas një lloj hezitimi ka mbështetur lidhjen e shkrimtarëve dhe të artistëve lushnja. Faleminderit zonja kryetare. Gjithashtu, një falënderim shumë i veçantë vjen edhe për qendrën e artit Baçezela, si kundër edhe për bibliotekën e qytetit. Ashtu siç e dim, Lushnja është vendi i traditës, artit, kulturës, letërsisë dhe poezisë. Poezia këtu në Lushnje tashmë ka një traditë të shkrimit dhe të interpretimit të saj. Ndaj dhe nëpërmjet këtij konkursi Ngjyra në Vargje, synojmë që këtë traditë të shkrimit ta shfaqim në domenin publik përpara qytetarëve tanë ardashës. Promovimi i tyre nënk kupton identifikimin dhe vlerësimin si poet dhe si diskurs i shënimit të figurës së poezisë. Të promovosh poetët tanë do të thotë të mbresh vlerën e qytetit përmes shprehjes estetike të poezisë, si art i vështirë dhe që është mjaft i vështirë për t'u interpretuar. Arti është mesazhi që jepet nëpërmjet figurës, mbretëreshës së poezisë. Duke nxjerrë përpara lexuesve poezinë, ne ruajmë dashurinë e bukurinë. Meqense poezia ka në thelb trajtimin e së bukurës, në art dhe në jetë, poetët tanë lushnjar janë munduar të kenë emra të veçantë, sidomos në vargun e tyre dhe sidomos në domenin publik. Poezia shpreh atë të patëm, që nuk mund ta shpreh asnjë shkencë tjetër shoqërore. Ndaj bukuria poetike, edhe nga proji psikik dhe thellësia imagjinative, janë vlerë e veçantë që ndihmojnë zhvillimin e kulturës së një populli. Duke vlerësuar poezinë, e vlerësojmë gjuhën si komunikim, si shenjë dhe si identifikim. Mjeti kryesor i poezisë është gjuha, e cila krijon shtatin e së bukurës estetike, madje dhe vlerën figurative më sumprime që është ajo e universalizuara. Lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve lushnje, këtë manifestim e ka pasqyruar tek libri Ngjyra në Vargje që gjendet tek gjithë secili prej jush, dhe gjithashtu tek revista që në këtë rast gjej mundësin për ta falenderuar sekretarin e lidhjes, zotin Mishmet Hasko, që është numri i 3 periodik që na nxjerr si revistë. Ndosë ka dalë pak më herët nga shtypja. Vërtet kënaqësi që jam pjesë e këtij aktiviteti, por patjetër që t'jem edhe midis njerëzve intelektual, krijues të qytetit të Lushnjës. Kur Emineja më prezantoi disa muaj më parë projektin, patjetër që e mirëprita me shumë kënaqësi, sepse nuk ka më mirë se sa të promovosh talentet e reja krijuese dhe ku më mirë mund ndodhte se sa në Lushnjë ku profesor Agimi i bëri një përshkrim shumë të bukur se sa me fat jemi ne në Lushnjë që jemi të begat në të gjitha fushat. Unë doja t'i uroja shumë suksese të gjithë të rinjve që u bën pjesë e këtij aktiviteti, por patjetër nuk mund të lija pa falenderuar dhe Eminen, e cila që në momentin që është bërë kryetare e degës shkrimtarëve të Lushnjës, i ka dhënë një pamje tjetër kësaj dege, jo vetëm duke mbushur me shumë aktivitete, jo vetëm në sasi, por patjetër edhe në një cilësi shumë të lartë. Dhe patjetër që unë si institucion i bashkisë, por edhe unë personalisht do vazhdojmë të mbështesim, sepse duam që nga ky vend i begat siç është Lushnja jonë të vazhdojmë të mbesemi në plejadën e atyre artistëve, por patjetër edhe të shkrimtarëve që gjithkohon kanë qenë në krye jo vetëm të Lushnjës, por patjetër edhe të Shqipërisë. Ju uroj shumë suksese dhe shumë përgëzime për këtë aktivitet. Ishi kinema e vjetër dhe kënga ngeli pa refren,
jetime la të shkretën letër, veç një fjalë si balerin kërcen, në atë teatër të vjetër, ëndrën më të vyer, të burgosur në zemër mbaj, në acarin e prillit të thyer, u ringjall ta bir saraj, në furin e melankolis, me butësin. Unë jam Gjenz Velçani dhe do recitoj poezin me titull Koha. Mallkuar qoftë koha, që neve jetën na ndryshon. Sa tash këtë, zemrën e ftoha, ama kjo është e vërteta, ajo deja na mëshon. Rrotullohet bota, ndërkohë skalitet shpirti. Në të koha, që neve jetën na ndryshon. Sa tash këtë, shpirtin e ngroha, por kjo është e vërteta, koha të rrëzon, por të mëson. Dashuria një arsye për të jetuar, dhe me personin e zemrës për të bashkuar. Dashuria nuk e ndarje as shkënjim, veç luftë dhe durim. Dashuria s'një kufi, as kohë, por mallë. Djeg si një zemër i gjallë. Djeg me furi dy zemrat e dashuruara, ku gjen forcën dhe shpresën për të mos u dorëzuar. Faleminderit. Vlerësohet me çmimin inkurajues Musa Dervishi. Sukses Musa. Po Franci, të thlim diçka për Musajin? Sukses Musa. Një prej më shumë. Nga këto vërtite shkërkoj, atë që s'kemi, e kur e gjeni, sërish pengje kohën kemi. Në pelgje florini rëmoj, në të asgjë nuk vezulloj. Ende një jetoj, ende një jetoj. Të tjerë njerëz kundroj, ndërkohë veten e hapë. Çmojmë dukje e jo përmbajtje, se asgjë tjetër s'na mrekullet. Askund zgjejmë për krahje. Përballë pasqyrave të rreshme, shpesh mendojmë, a jemi në një ëndër apo drejt një ëndre shkojmë. Isha fort të dy së bashkën e qendroj. Unë jam pranë se standardet e tema e përsi, se të tua dhe gëzimin. Sinqerisht të them, mund të kishim ndarë edhe disa çmime tjera, pasi vlerat të cilat i reflektoni ju të rinjt në poezinë tuaj janë për të lakmuar, për të lauderuar. Megjithatë konkursi ka sa kritere të cilat ne nuk mund të shkelim. Atëherë, kam kënaqësinë që çmimin e dytë në sektorin e letërsisë për të rinj, ta marri Kloe Zgjana. Ati shiko një... Bravo! Në frymën e ngrohtë, në frymë e ngrojeta, rreze drite në shuar mbi supe, të lodhura, të bukura supe, në frymë e ngrojeta. Jargavan ëndra lëshuar, përtitshëm, çapitën venduar, gëzuar, jetuar çapitën ndërsy, jargavan, ëndra lëshuar, i barda unë, gji pikuar, ndëror, me vite, zgjuar. Advetarin pytet një gjak, për një truall, për një prak. Atë u kërkon nga vite e tij lirin, të mirët nuk ka duen, por nuk e pan vendin të lirë. Këto çmime kemi dhënë pa i njohur autorin, sepse kemi patur vetëm poezi, siç u thotë edhe është në natyrë e poezisë. Në fakt poezia është autori është gjithmonë ai që humbet e me zbetje, shndrohet në inkognito. Dhe kjo është poezia vërtet. Edhe ne e kemi dhënë kështu poezi çmimi i tretë dhe në këtë rast është gëzohem që është Zoti i Qmet Hasko. Urime Zoti.
Organizuar mirë, me një mesazh universal, ku subjekti lirik artikulon dilemat e veta ekzistenciale në formë paradoksale. Pik, e kam shtuar edhe dy fjalë, tradita me gjeniat. Çmimin Olga Selmani. Çmimi i dytë. Çmimi i dytë për poezinë. Sa më thot, me stokës dhe qiellit. Jo, e parë. Jo, e parë. Po, emrin po sa emrin. S'ka gjë. Po, patjetër. Po, ju do të Spreda jo. Titulli spreda jo. urime. Sukses. Kënaqësi që çmimin e parë për konkursin poetik Ngjyra në Vargje i jepet zonjës Edlira Korrea. Prit mos lëvizje. Sukses. Urime. Falenderoj. Foto me gazetë. Po do t'i thuash kush? Do të thuash se. I ka thënë poezi. Po ka. Midis tokës dhe qiellit. Midis tokës dhe qiellit lindem unë dhe e vërteta ime. E shkruar në hieroglife piramidash dhe lapidar, në ëndra prej balte dhe me plot gabime. Në një vallëzim planetesh, pa nisje dhe pa ndalje, një pikuj në univers pa fund, për me ego të madhe. Midis tokës dhe qiellit, frymoj unë dhe një mi dilema, duke ngritur avion, duke marrë trena, në një fush betej me ardhje dhe me ikje, shtegtari viseve të ngrota, krah, trup dhe gjoks, i mbushur plot me pritje. Midis tokës dhe qiellit, kotitem unë, duke ndarë kufi, duke valvitur flamuj, duke ngritur një urë, me harqe dhe me drita, me dashurit të mrollura, me inate të kripura. Në një loj luftrash i shpër nga një pikë pyetje, i prerë gjërë në kërthis, fitues dhe në humbje. Midis tokës dhe qiellit nënshkruaj po unë, një paqe të nëmër, diktuar me forcë dhe me dhunë, me fije të padukshme, lidhur fatin me nqyrën e lëkurës, i ikur prej vetes, i mbytur prej shurnës. Në një rrotullim, pas rrotullimi ngjecur rreth njëri tjetrit, në bark të sheshtë ngjizur jetën, në tokë dërsoj të vdekurit. Midis tokës dhe qiellit endem unë, me ëndra, shpresa dhe dëshira shumë, duke prishur një pakt të bërë me veten, duke u brindur me Zotin që fshehur më mban të vërtetën, në një endje të gjatë, pa fund dhe pa fillim, me mollën e Adamit ngecur në fyt, me kurin e Sezifit mbi shpinë. Ndryshe nga herë të tjera, nuk preferova të sjell veten time. Doja të sillja secili nga ju. Secili nga ju me ato fitoret e vogla dhe me ato dështimet të mëdha. Secili nga ju në përpjekje që bëni dita ditës. Ju kam në vargje. Dhe ky është përjetësimi më i bukur që unë
t'i bëj secilit nga ju. Të gjithë ne jemi një. Dhe falenderoj shumë për këtë vlerësim, e vlerësoj, ishte shumë domethënëse për mua, dhe vlerësoj shumë, është kënaqësi të shikoj nga afër. Faleminderit. Unë pata kënaqësinë të marr pjesë në këtë event letrar dhe kulturor, në këtë konkurs letrar, të jem edhe antar madje kryetari i jurisë, dhe ishte organizuar shumë mirë këtë takim, kjo mesditë letrare. Lushnja është një qytet me traditë letrare, kulturore, historike. Lushnja është qyteti i Kongresit Lushnjës. Lushnja ka dhënë artistë dhe shkrimtarë të mëdhenj, prej Vaçezelës e Margarita Xhepës deri te Vaç Koreshi, Fazli Haliti dhe një plejade të krijuesish. Tani këtu pati talente të reja që i bëjnë hapat e parë, disa në poezi, disa kanë pak më shumë përvojë. Sigurisht arti është punë e vështirë dhe përpjekjet për të rritur cilësinë artistike do duhet vazhdojnë. Kanë prej kujt mësojnë, kanë poet dhe shkrimtar lushnjar, kanë poet dhe shkrimtar shqiptar, të gjitha viseve shqiptare, sigurisht edhe shkrimtar botëror. Tani ne jetojmë në fund qerekut të parë të shekullit 21, në kohën e globalizmit, jetojmë në kohën e revolucionit teknologjik. Tani poezia shkruhet dhe botohet kryesisht në rrjetet sociale. Ajo është një mënyrë e komunikimit poezisë, po shumë herë nuk ka mekanizma që i kontrollojnë vlerat, siç kishte dikur redaktor, recenzent, korrektor letrar. Jo për të bërë cenzurë, po për të kërkuar përgjegjësi më të madhe ndaj fjalës së shkruar. Për ta kërkuar atë që shkon ka përsosmëria, sepse përsosmëria rrihet shumë rëndë. Unë si kryetare e lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve lushnje, e ndjej veten shumë përgjegjëse për gjithë këtë eventualitet të shfaqur ditën e sotme. Sot lidhja e shkrimtarëve u prezantua për herë të parë me konkursin poetik Ngjyra në Vargje, që vjen për herë të parë dhe që mendohet që do të vazhdojë aktivitetin e tij derisa lidhja normalisht të jetë. Shnohet një datë tradicionale, sigurisht. Maj do jetë gjithmonë Ngjyra në Vargje, për të cilën do jetë e krahasueshme poetët përkundrejt poetëve të rinj. Ne vim faktikisht me një frymë ndryshe, duke i dhënë jetë dhe duke parë poetët e rinj si një shtysë e madhe për lushnjen. Vargu poetik dhe tradita poetike është e vështirë të ruhet në ditët e sotme, pasi pjesa e mekanizmit, pjesa e vargut, të cilët shumë të rinj mund edhe mos ta zotrojnë mirë, ne shohim në lushnje diçka tjetër. Zotrimi i vargut tek të rinj. Që të flasim për profesionalistët, sigurisht që vargu është i një mekanizmi shumë të lartë, vargu është elastik dhe vargu është i një metodike shumë të lartë. Por kur flasim për të rinj, gjithmonë themi që rinia e sotme po shkon drejt një digitalizimi të frikshëm dhe po shkon drejt një bjerrje tek pjesa e leximit. Lushnja vjen ndryshe. Lushnja vjen me ngrohtësinë e vargut, vjen me ngrohtësinë tematike.